Përshëndetje të shtrenjtë të mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit tetor për shenjën e Dashit. Dhe është java e parë e tetorit, do të jetë një javë e lodhshme, do të jetë një javë me shumë punë, me shumë përgjegjësi, një javë me shumë sakrifica, një javë ku duhet të përfundoni diçka që e keni nisur prej kohësh, diçka që e filluat me shumë dëshirë, me shumë entuziazëm, por nuk e dinit se sa kohë, para dhe energji do t'ju merrte kjo gjë, që mund të jetë specifike për desh të ndryshëm, për dikë mund të jetë një projekt që ti po e bën në lidhje me punën, për dikë mund të jetë ndoshta një projekt që ti po e bën në shtëpi, një rimodelim i ambientit të shtëpisë që ke menduar, okay, mund ta realizoj për një javë ose dy, ndërkohë që mund të ketë zgjatur për muaj me radhë dhe kesh paguar shumë më tepër para nga çfarë ke planifikuar si fillim, mund të jetë, siç ju thash, diçka e ndryshme për desh të ndryshëm, por është një gjë që ty po të sill shumë lodhje, shumë ngarkesë, dhe do të kesh një moment në javën e parë ku do thuash ta lë fare, nuk mundem, jam lodhur, nuk ja dal dot më. Pusho, qetësohu, kujdesu për veten, kujdesu për trupin tënd, për energjinë tënde dhe riktheu sërish sepse je gati për ta përfunduar, je shumë gati. Energjia e nëntës më tregon që kanë mbetur ndoshta ato detajet, gjërat e fundit, kështu që mos u alarmo, përpiqu që të mbash anën emocionale nën kontroll dhe ta mbyllësh si cikël. Duhet kenë kujdes veçanërisht ato desh që merren me punë fizike, sepse mund të ndodhë që nga lodhja, nga mungesa e fokusit, në javën e parë të tetorit ju ndodh një aksident i vogël, të vriteni apo të priteni me një mjet pune, me diçka. Prandaj me kujdes, siç ju thash, nëse keni nevojë për pushim, keni nevojë që të merrni disa ditë që të shkëputeni, edhe vetëm të relaksoheni, do të jetë më mirë se sa të vazhdosh me këtë ritëm, me këtë lodhje. Nuk do të jetë një gjë për t'u alarmuar, që do lër pasoja më vonë, mund të jetë një aksident i vogël, një gërbishtje apo një diçka sipërfaqësore, megjithatë me kujdes. Përveç pjesës fizike, unë shikoj që edhe nga ana emocionale nuk do t'jeni mirë në javën e parë, sepse nuk keni besim. Shumë gjëra kanë ndodhur, sidomos në shtator, që ju kanë lënë gjurmë, ju kanë lënë shenjë. Mund të kenë qenë zhgënjime të ndryshme nga persona të cilët ju i keni besuar, që ju kanë premtuar diçka dhe ju kanë dalë nga fjala. Mund të kenë qenë biseda që keni kuptuar një anë tjetër të errët të dikujt që ti nuk e kishe parë më përpara. Mundet që ti vetë të kesh kuptuar që ke bërë zgjedhjen e gabuar me dikë, që dikush nuk ja vlen energjinë tënde, nuk vlen dhe nuk meriton të ketë praninë tënde dhe të ketë energjinë tënde edhe të jetë afër teje. Kjo do të bëjë që shumë nga ju desh në javën e parë ta izoloni veten, nuk doni të takoni njerin, nuk doni të flisni me të tjerët, ju duket si humbje kohe sepse vetëm ju sorrollasin dhe nuk ju japin rezultatet e duhura. Do të arrijë kulmin energjia me datë 7 tetor, ku kemi hënën e plot në shenjën tuaj, në Dash, dhe ju do të jeni, impakti i kësaj hëne të plot do jetë shumë i fortë tek ju. Do të fillojë që nga data 4, 5, 6 deri me datë 7 kur është kulmi i energjisë. Prandaj kujdes, mos krijoni debate, mos ju vetë mund të jeni gati për të shpërthyer, por kjo energjia e Dashit i bën njerëzit edhe që të kenë debate edhe fizike, të kenë edhe përleshje fizike. Prandaj mundoni të qëndroni larg konflikteve madhore, gjërave, sidomos me datë 7, të largoheni nga ato persona që ju e dini që po ju thanë diçka, po ju ngacmuan, ju do keni një reagim shumë të fortë. Kjo është java ku duhet bëni kujdes. Dhe unë shikoj që mbas hënës së plot, në javën e dytë, do të ndodhë një moment ku vërtet rrugët ndahen, shkëputeni me dikë që ose është një marrëdhënie dashurie që nuk është më siç ka qenë në fillim, ku ti ke menduar që ky person të do, ke menduar që të dy keni mirë kuptim, të dy jeni në të njëjtën situatë, të dy e respektoni njëri tjetrin, të dy
keni të njëjtat plane, të njëjtat vizione për jetën dhe do të kuptoni që kjo marrëdhënie nuk është marrëdhënie e shpirtërore me një lidhje të thellë shpirtërore, por është thjesht një marrëdhënie fizike, është një marrëdhënie ku ajo çfarë personi tjetër shet, kjo është pjesa e intimitetit, atraksionit, por nuk ka bazë më të thellë se sa kaq. Është vetëm ana e sipërfaqes. Për të tjerë, për ato desh që kanë një marrëdhënie të gjatë, një marrëdhënie të konsoliduar, mund të keni probleme në çift, probleme që lidhen me pjesën e intimitetit, ku do të filloni të keni edhe dyshime nëse partneri apo partnerja është duke folur me dikë tjetër apo ka një marrëdhënie tjetër që ju nuk e dini, një marrëdhënie të fshehtë, një marrëdhënie sekrete, sepse intimiteti, lidhja juaj jeni shumë të ftohtë me njëri tjetrin, shikoni një lloj indiferentizmi, një lloj distancimi, nuk është aq i afërt partneri ose partnerja siç ka qenë kohë më përpara me ju. Prandaj do të vijë momenti ku duhet të bëni disa biseda të pakëndshme me njëri tjetrin, pra çfarë po ndodh, pse ka ndodhur kjo ftoje, pse jeni të distancuar, të ftohtë, si mund ta riktheni harmoninë mes jush, sidomos me datë 13 tetor, kur Venusi, planeti i dashurisë i romancës, futet në peshore, është më shumë ajo tendenca për harmoni, tendenca për bashkëpunim, tendenca që t'jeni mirë në çift. Për të tjerët, pastaj nëse kjo është një marrëdhënie që jeni në një raport, njohje me njëri tjetrin, në lidhje, mund të ndodhë edhe një ndarje, një shkëputje, ose ju vetë ta kuptoni se çfarë lloj raporti është. Ju vetë ndërgjegjsoni e thoni, ok, ky person do të jetë me mua thjesht sepse më pëlqen fizikisht, por kaq nuk ka më shumë. Probleme do të kenë edhe deshët në punë ose në marrëdhënie bashkëpunimi. Ata që punojnë me projekte, ata që punojnë me partner, me bashkëpunëtor, me ortak, ku do të kuptoni që ortaku ose ortakja po mendon vetëm për interesat e veta. Mund të keni pasur një raport miqësor, shoqëror në fillim kur e keni nisur këtë punë të përbashkët, por gjërat kanë ndryshuar dhe tani shikoni një lloj inati, një lloj xhelozie dhe ju kuptoni që ju vetë nuk ja vlen më të mbani të vazhdoni këtë punë me këtë person, këtë raport me këtë person. Do të jenë disa mësime të vështira për deshët, disa mësime të cilat iluzioni, fantazia, çfarë kishit menduar më përpara do t'ju hapen syt gjatë tetorit. Kjo ndodh edhe sepse Neptuni, planeti që ka qenë në shenjën tuaj për një kohë të gjatë, planeti që lidhet me iluzionin, me fantazinë, do të dalë nga shenja juaj, nga dashi, më në fund me datë 22. Dhe aty do të jetë momenti ku ti do ta shohësh realitetin për atë që është, për ashtu siç ti e ke ëndërruar, siç ti ke fantazuar, siç ti ke dashur të jetë, se në fillim të diçkaje gjithmonë, qoftë në një marrëdhënie dashurie, qoftë kur fillojmë një punë, gjithmonë e shohim pak me atë fantazinë që do më shkojnë gjërat shumë mirë, do jem shumë mirë, ky është personi ideal, sa i dashuruar ose sa e dashuruar jam, dhe pastaj realiteti del më vonë, zbulohet diçka komplet tjetër. Po është për të mirën tuaj, sepse është një përballje me atë se çfarë është realisht dhe jo gjëra të vazhdoni po në të njëjtin cikël pa rezultate dhe me këtë lodhjen e madhe dhe me këtë ngarkesën që keni në javën e parë. Java e tretë do të jetë një javë mjaft pozitive, një javë ku ju do të merrni një iniciativë, do ta merrni situatën vetë në kontroll, do thoni di çfarë nuk mund të pres më tek të tjerët, do bëj një gjë vetë, do marr një vendim vetë dhe këtë pjesë që ju e merrnit nga ky koleg apo nga ky ortak në punë, do e bëni vetë, do investoni tek vetja dhe shikoj një javë shumë pozitive për deshët që duan të fillojnë një kurs, për deshët që duan të fillojnë një trajnim, për deshët që duan të bëjnë ndoshta edhe një kurs online, pra të marrin dije, të informohen, të marrin atë kualifikimin që ju mungon, që çfarëdo ndihmë që ju ka dhënë dikush tjetër, ju mos keni nevojë më të vareni tek një person i jashtëm, po të arrini ta bëni çdo gjë vetë. Është një javë shumë pozitive në këtë drejtim dhe
Ky vendim që do të merrni do t'ju ndihmojë nga ana financiare më vonë në të ardhmen. Edhe për çiftet, nëse jeni të varur ekonomikisht në çift, nga pala tjetër, kjo është java për të investuar tek vetja. Kjo është java që ti të marrësh një zanat, kjo është java që ti të fillosh një gjë që është e jotja dhe që të kesh lirinë tënde, të kesh pavarësinë tënde, të kthehesh sërish në shkollë apo të gjesh një punë dhe edhe për ato ndesh që janë pa punë, kjo është një javë shumë e mirë për të kërkuar, për të bërë aplikime për vend pune, sepse do të arrini të merrni një punë që është e mirë, mund të jetë ndoshta nivel fillestar, varet edhe nga eksperienca, vitet e punës që keni, mund të jetë një punë fillestare, por që ka gjasa shumë të mira për më vonë për zhvillim profesional, mund të jetë një kompani e madhe ku do të keni opsione më vonë. Çfarëdo qoftë, kjo pakënaqësi që ti ke mbledhur, që do arrit kulmin në javën e parë dhe në javën e dytë do ndërgjegjësohesh, do thuash rrugët po ndahen, nuk jemi më siç kemi qenë dikur më përpara, secili mendon për dëshirat e veta, për interesat e veta. Ndërgjegjëso, nxirr mësimet që janë të vlefshme për ty, mos ki frikë për t'i bërë gjërat vet, edhe pa mbështetje, edhe pa suport së jashtmi. Kalo në këtë fazën e metamorfozës, në këtë fazën e transformimit, sepse kjo po të ndihmon që t'jesh më i plotësuar si person, si individ. E them këtë sepse dhe java e fundit është energjia e transformimit, energjia e vdekjes, është një version i vjetër i jotit tash po mbyllet dhe po del një version komplet i ri, një version i më i mirë, një version i transformuar. Jo çdo ngjarje që ndodh është për të keqen tonë. Shumë gjëra ndodhin që të na nxisin, që të na shtyjnë si diamanti që nga presioni kur punohet mund të jetë gur në fillim, nuk e ka atë shkëlqimin, nga presioni, nga pjesa e ristrukturimit, nga forca e jashtme transformohet në atë diamantin që shkëlqen, në diamantin e bukur. Edhe me njerëzit ndodhe njëjta gjë, të gjitha eksperiencat, përvojat, tradhtit, zhgënjimet, të gjitha kthehen është ai presion i jashtëm që na bën që të shkëlqejmë edhe të jemi më të kompletuar vetë si individ. Por shikoj një transformim shumë të madh, një transformim që për disa desh do të jetë i brendshëm, që ti vetë e di që nuk je më siç ke qenë më përpara, nuk mendon më siç ke menduar më përpara, nuk i shikon njerëzit një lloj siç e ke parë më përpara, nuk e shikon botën një lloj si më përpara. Për të tjerë do të jetë më së jashtmi. Ku ti ndryshon mënyrën se si flet, ndryshon mënyrën se si sillesh, mund të bësh edhe një ndryshim në pamjen tënde, mund të bësh një ndryshim që lidhet edhe me ngjyrën e flokëve ose diçka që është ekstreme që tregon këtë version të ri tëndin. Çfarëdo qoftë mënyra specifike se si çdo dash do ta menaxhoj këtë energji, është energjia e rilindjes. Nga një problem, nga një vështirësi, ti mësove nga i gjitha dhe erdhe në fazën ku ngrihesh sërish në këmbë dhe thua di çfarë, ma ktheu shpinën ky person, nuk më vlerësoi ky person, nuk më ndihmoi ky person, do më ndihmoj dikush tjetër. Do ja dal vet, do t'i bëj gjërat vet, do ja dal mban me forcat, me sakrificat e mia. Dhe mesazhi nga orakulli i ëngjëllve, mesazhi thot you are ready, ti je gati për këtë kapitull të ri të jetës tënde, ti je gati për sfidat e reja, ti je gati për të përballur me gjithçka, nuk ke nevojë për njerëz të tjerë, për këto raporte sipërfaqësore, për këto raporte me shumë fjalë, me shumë premtime, po pa bazë, ti je gati, prandaj ki besim tek vetja. Do të jetë një muaj me ngarkesë, po një muaj që në fund do ndihesh më mirë. Do të jesh në një transformim që edhe ti e di që është pozitiv për ty. Disa mund të kenë akoma pikpyetje, disa desh deri në fund të muajit mund të jeni akoma
jo të qartë me çfarë duhet bëni, mund të keni ato momentet ku thoni ok, un po i marr këto vendime pa do m'japen rezultate, si do shkojnë gjërat, po edhe ajo pjesa e të panjohurës ka atë bukurinë e vet dhe të mban që ti të vazhdosh të provosh, që ti të vazhdosh edhe të kërkosh më shumë. Unë ju uroj gjithë të mirat, një muaj sa më të mbar për të gjithë ju, uroj që ta menaxhoni këtë energji me optimizëm, me pozitivitet. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Faleminderit, mirupafshim.